Historia e Shqipërisë. Historia e Shqipërisë në të vërtetë nuk përfshin vetëm të dhënat historike të hapësirës gjeografike mbi të cilën gjenden territoret shqiptare, por edhe hapësirat e tjera të banuara nga shqiptarët e që kanë mbetur jashtë kufive të Shqipërisë së sotme, e që në suazat e perandorisë osmane kanë krijuar një tërësi. Paleoliti. Gjurmët më të hershme njerëzore në territorin e Shqipërisë shfaqen në periudhën musteriane, që i përket paleolitit të mesëm, 100.000–30.000 vjet më parë. Këto përfaqësohen nga vegla prej stralli të punuara mirë, me forma tipike musteriane, të cilat i kanë shërbyer njeriut primitiv për procese të ndryshme pune, që lidheshin drejt për drejt me sigurimin e ushqimit të tij të përditshëm. Të tilla vegla, si prefëse, kruese, gëryese e të tjerë, janë gjetur deri më sot në stacionin prehistorik të Xharrës, në rrethin e Sarandës, në stacionin e Kryegjatës, në afërsitë të Apollonisë, Fier, dhe në stacionin e Gajtanit, në rrethin e Shkodrës. Nga format dhe përmasat e tyre të vogla, këto vegla ngjasojnë mjaft me veglat e strallit, të zbuluara në depozitimet musteriane të krahinave fqinje të Greqisë veriore, të Thesalisë, të Malit të Zi e të tjerë. Neoliti. Janë zbuluar e gërmuar një numër i madh vendbanimesh neolitike, me shtrirje gati në të tërë territorin e Shqipërisë, si në Malitq, Cakran, Vazhdëmi, Burimas, Podgorie, Barç dhe në Dërsnik të rrethit të Korçës, në Kamnik të Kolonjës, në Blaz e Nezir të Matit, në Cakran të Fierit, në Burim, në Gradec e në Cetush të Dibrës, në Kolsh të Kuksit, në Rajc e në Rashtan të Librazhdit e nga gjetjet e rastit në pika të tjera. Më mirë është njohur e studiuar pellgu i Korçës, i cili gjatë epokës parahistorike ka pasur kushte shumë të mira gjeoklimatike. Jeta në Shqipëri gjatë Neolitit u zhvillua në kushte shumë të përshtatshme natyrore. Klima e ftohtë dhe e lagësht e Paleolitit, e cila kishte filluar që në Mezolit, ja la vendin një klime më të butë që kishte pak a shumë karakterin e klimës së sotme. Si rrjedhim, edhe flora e fauna thuajse nuk ndryshojnë prej asaj të ditëve tona. Epoka e bronzit. Epoka e bronzit në Shqipëri përfshin 1000 vjeçarin e tretë dhe gjithë 1000 vjeçarin e dytë para erës sonë, e deri në fundin e shekullit 12 para erës sonë. Ajo njihet prej të dhënave të fituara nga shtresat e kulturës së bronzit në vendbanimet e Maliqit, të Trenit e të Sovjanit në pellgun e Korçës, nga shtresa e parë e vendbanimit të Gajtanit në afërsi të Shkodrës, nga gjetjet në shpellën e Nezirit dhe nga vendbanimi i Badherës e Kalaja e Kalivosës në rrethin e Sarandës. Gjithashtu, njihet nga varrezat tumulare në Mat, në Kukës, në Barç, Korç, në Pazhok, Elbasan, në Divjak, Lushnja, në Patos, Fier, në Vajze Dukat, Vlorë, në Piskov, Përmet, nga tumat në Luginën e Dropullit, nga tuma e Bajkajt, Sarand, e nga depo e gjetje të rastit të zbuluara buzliqeneve të Shkodrës, të Pogradecit, të Prespës e të tjerë. Këto të dhëna dëshmojnë se territori i Shqipërisë gjatë kësaj epoke ka qenë i populluar gjerësisht, që nga zonat e tij të ulta fushore e deri në krahinat e brendshme dhe të vështira malore. Njerëzit banonin kryesisht në vendbanime të hapura. Në një mas më të kufizuar janë shfrytzuar dhe shpellat, ashtu siç kanë vazhduar të jenë në përdorim edhe palafitet, siç tregojnë gërmimet e viteve të fundit në vendbanimin palafit të Sovjanit. Nga fundi i kësaj epoke, lindin edhe vendbanimet e para të fortifikuara, të cilat rrethohen me mure gurësh të palatuar e të lidhur në të thatë apo me ledhe e hunj. Një pjesë e mirë e vendbanimeve të këtij lloji, si Kalaja e Gajtanit, Qyteca e Margëlliçit, Fiar e të tjerë, që do të marrin zhvillim të plotë dhe do të bëhen karakteristike për epokën pasuese, atë të hekurit, e kanë origjinën e vet në këtë periudhë. Banesat kanë qenë kasolle, që ndërtoheshin me lëndë drusore, kallama e kasht. Ato janë një kthinshe, zakonisht me planimetri katërkëndëshe,
por duket se ka qenë në përdorim edhe tipi me bazë të rrumbullakët e trup konik. Dyshemet kanë qenë të shtruara me balt, të ngjeshur e të rrahur, kurse muret të thurura me thupra e të lyera me balt të përzier me byk. Në mes kishin nga një vatër të rrumbullakët, ka raste kur këtë e gjejmë të vendosur anash në formën e një korite që nuk njihet në banesat neolitike. Vlen të përmendim një kompleks banesash të bronzit të vonë të zbuluara në kalane badherës, të cilat kanë formë katërkëndëshe ose rrethore, të ndërtuara me një xhokulatur gurësh, mbi të cilën ngriheshin paretet dhe çatia prej materialit të lehtë. Ilirët. Shturja e bashkësisë primitive, shekulli 11-5 para Krishtit. Burimet historike dëshmojnë se në epokën e hekurit, territori i Shqipërisë banohej nga ilirët, një nga popullsitë më dha të Evropës së atëhershme që shtrihej në gjithë pjesën perëndimore të Gadishullit ballkanik. Rreth fundit të shekullit 12 ose fillimit të shekullit 11 para erës sonë, në territorin e tyre shfaqen për të parën herë objekte prej hekuri. Futja në përdorim e këtij materiali të ri, që i dha imrin epokës, shënon edhe për ilirët nismën e një periudhe të re historike. Hekuri kishte cilësi të pakrahasueshme ndaj lëndëve të para të njohura për përgatitjen e veglave të punës dhe të armëve. Si i tillë, ai çoi në rritjen e rendimentit në sfera të ndryshme të ekonomisë, në zhvillimin e mëtejshëm të këmbimit, në rritjen e pasurisë shoqërore, në thellimin e diferencimit shoqëror, në formimin e federatave fisnore si forma të organizimit politik. Në të përpërmajtjen e vet, kjo periudhë historisë e ilirëve karakterizohet kështu nga shturja e plotë e organizimit fisnor dhe nga përgatitja e kushteve për lindjen e sklavopronarisë dhe të shteteve skllavopronare ilire. Ky proces nuk u krye njëlloj në të gjithë territorin e gjerë ilir. Më shpejt përparuan popullsitë që banonin në ultësirën bregdetare dhe në luginat e pllajat me kushte më të mira natyrore, ndërsa më ngadalë ecnin fiset e zonave të thella e të varfra malore. Njohuritë tona për këtë periudhë mbështeten kryesisht në të dhënat arkeologjike, por këtu vijnë në ndihmë për herë të parë edhe burimet e shkruara historike, të cilat u takojnë kryesisht ilirëve të jugut. Shtetet ilire. Në fundshekullin e 5 para erës sonë, ilirët hynë në rrugën e zhvillimit sklavopronar. Në shekujt që pasuan e deri në pushtimin romak, krahinat më të përparuara ilire, ato jugore, kryesisht bregdetare, njohën zhvillimin e tyre më të lartë shoqëror e politik të pavarur. Urbanizimi intensiv i kësaj treve dhe zhvillimi që mori, për pasoj, mënyra antike e prodhimit në shekullin 4-3 para erës sonë, çoi në krijimin e një shoqërie antike të mirëfillt dhe në formimin e një vargu shtetesh ilire, të cilat u inkuadruan në qytetërimin e përparuar të botës mesdhetare. Midis formacioneve shtetërore që u formuan në trevën e gjerë ilire, ai që arriti një shkallë të lartë të zhvillimit politik dhe që luajti një rol të shquar në ngjarjet politike të kohës, që shteti ilir apo mbretëria ilire. Që nga dukja e këtij shteti, emrat ilir dhe iliri morën përveç kuptimit të gjerë etnik edhe një kuptim të ngushtë politik, që u lidhen me fatet historike të këtij formacioni shtetëror dhe të popullsisë së tij, e cila në burimet e shkruara do të njihet me emrin Iliri Propriedikti, ilir të mirëfillt. Në kohë të ndryshme, mbretëria ilire ushtroi pushtetin e vet, natyrisht me luhatjet që imponuan rrethanat politike, në një territor të gjerë që përfshinte krahinat prej lumit Naretva, Narona, në veri e deri te lumi Vjosa, Aos, në jug me një shtrirje drejt lindjes deri te liçenet Lyhnide, në kufi me Maqedoninë dhe më në veri me mbretërinë Dardane. Në krahinat më jugore ilire u formua një shtet tjetër i rëndësishëm ilir, i njohur me emrin Shteti i Epirit, i cili shquhet sidomos në ngjarjet politike të fundit të shekullit 4 dhe të qerekut të parë të shekullit 3 para erës sonë. Në kohën e shtrijes më të gjerë të tij, ai përfshinte tokat prej lumit Vjosa, Aos e deri në gjirin e Artës, Nikopolit, duke u kufizuar nga jugu me Akarnanin, kurse nga lindja me Thesalin e Maqedonisë. Në këtë hapësirë kanë ekzistuar si formacione shtetërore të pavarura edhe një varg qytete shtete si Dyrahu, Apolonia, Ambrakia,
historia politike të cilave u zhvillua herë në lidhje të ngushtë e herë në kundërshtim me atë të shtetit i lirë dhe të atij të Epirit. Në rrethana të caktuara politike, lindin gjithashtu formacione më pak të rëndësishme në formën e lidhjeve qytetare, koinon, si ajo e bylinjve e të tjerë, që kanë një peshë më të vogël në historinë politike të Ilirisë. Në krahinat e brendshme jugore dhe qendrore ilire, u formuan 3 mbretëri të vogla ilire e Pajonëve, e Dardanëve dhe e Athamanëve. E para, shfaqet me një shkëlqim të shkurtër në shekullin 4 para erës sonë, për të rënë pastaj shpejt në goditjet e politikës ekspansioniste të shtetit Maqedonas, kurse 2 të fundit dalin në arenën politike në shekullin 3 me një rol të parëndësishëm. Popullsitë ilire të krahinave të brendshme, qendrore dhe veriore nuk njohën deri në fillim të erës sonë një organizim politik shtetëror. Edhe në këtë kohë, ato arritën të organizohen vetëm në federata fisnore, siç është rasti i dalmatëve ose i fiseve të tjera. Shteti i lirë, fuqi mesdhetare. Në historiografinë moderne është bërë zakon që shtetin i lirë të mesit të shekullit 3 ta quajnë shtetin Ardian. Studiuesit që e pagëzuan me këtë emër i atribojnë formimin e këtij shteti fisit të Ardianëve. Sipas tyre, ky fis i shtyr nga keltët që vinin nga veriu, u bart gjatë shekullit 4 në brekun e djathtë të Naronës, përballë ishtullit Far në jug të Dalmatëve. Pa i braktisur këto krahina, aty nga mesi i shekullit 3 para erës sonë, në kohën e sundimit të Pleuratit, atit të Agronit, ardianët zbritën gjatë bregdetit deri thellë në jug. Në goditjet e ardianëve, sipas këtyre studiuesve, ranë mbretëritë e vjetra të Enkelejve dhe të Taulantëve, dhe ardianët u imponuan pushtetin e tyre gjithë fiseve të Ilirisë së Jugut. U krijua kështu një mbretëri e re, shumë më e gjerë se sa të parat, që shtrihej nga kufit e Epirit deri përtej Naronës në veri. Kjo tezë, ndonse përfaqësonte mendimin më të përhapur, nuk mbeti pa u kundërshtuar. Studiues të tjerë vunë në dyshim rolin e ardianëve në formimin e shtetit dhe u përpoqën që t'i zëvendësonin ata me labeatët, të cilët kishin një pozitë qendrore në mbretëri ndaj asaj periferike të ardianëve. Nuk u pranua gjithashtu origjina ardiane e dinastisë themeluese të Agronit, e cila u kërkua përsëri te labeatët. U vu në dukje me të drejtë se Agroni njihej si mbreti ardianëve, vetëm te historiani Dion Cassius, një burim i vonë i shekullit 2 të erës sonë, kurse autorë të tjerë, më të hershëm e më të besueshëm, e përmendin si një mbret të ilirëve. Më në fund u përjashtua mundësia e lindjes së këtij shteti si rrjedhojë e pushtimeve të një fisi dhe u paraqit si krijesë e një grupi sundimtarësh, të cilët bashkuan fise që kishin interesa të përbashkëta dhe lidhje afërsie me dinastinë pushtuese. Me gjithë ndryshimet që paraqesin pikpamje të shqyrtuara, ato bashkohen në vështrimin që i bëjnë thelbit të çështjes. Formacioni politik për të cilin bëhet fjalë paraqitet si një shtet fisnor dhe si një vepër personale një sundimtari, qoftë ky Pleurati apo i biri i tij Agroni. Teza mbi zhdukjen pas vitit 270 të mbretërisë së Enkelejve dhe të Taulantëve dhe formimi rreth mesit të shekullit 3 para erës sonë i një mbretërie ardiane shumë më të gjerë e më të fuqishme se të parat, paraqitet sot si një trajtesë mekanike. Me të drejtë është vënë në dukje se kësaj teze i mungon argumentimi historik dhe se e ashtu quajtura mbretërie Enkelejve është një krijesë e historiografisë moderne. Nga ana tjetër, shteti i lirë i mesit të shekullit 3 shihet si një dukuri krejt e re në botën ilire. Sipas autorëve të kësaj pikpamjeje, ilirët nuk njihnin më parë veç se një rend fisnor dhe vetëm pas mesit të shekullit 3 u krijua ky entitet politik krejtësisht i ri. Analiza objektive e burimeve tregon se mbretëria e Agronit është trashëgimtare drejt për drejt e shtetit të mëparshëm i lirë, pa asnjë ndërprerje në traditën e vet politike. Qendra e këtij shteti ka qenë më në jug se sa pranohet dhe bërthamën e tij kryesore e përbonin tokat e shtetit të vjetër i lirë, të cilat gjatë konfliktit me Romën u bën teatri i veprimeve më të rëndësishme ushtarake.
Ardianët banonin gjithashtu më në jug. Sipas autorëve antik, ata nuk janë veç se një nga popullsitë e rëndësishme që bënin pjesë në shtetin Ilir dhe nuk u njihet ndonjë rol i veçantë në formimin e mbretërisë së Agronit. Përfshirja e tyre në përbërje në shtetit Ilir ndodhi, sikurse është vënë në dukje me të drejtë, në drejtim të kundërt nga ai i pranuar, nëpërmjet shtrirjes së këtij shteti në veri. Burimet tregojnë qartë se banorët e këtij shteti quhen si më parë Ilir, vendi Iliri, dhe sundimtarët mbretër Ilir. Me që në jetën politike të shtetit Ilir nuk ka pasur asnjë ndërprerje, dinastia e Agronit duhet të ketë qenë e re dhe me origjinë veriore. Midis asaj dhe sundimtarëve të mëparshëm nuk ka pasur asnjë lidhje. Ka të ngjarë që në mesin e shekullit 3 para erës son, ose pak më parë, shteti Ilir të ketë njohur një periudhë trazirash të brendshme, hollësitë e të cilave nuk i dim. Nuk është çudi që zhvillimi i vrullshëm i qyteteve të veriut, të mbetura jashtë konflikteve luftarake që prekën pjesën jugore të shtetit Ilir bashkë me qytetet e tij, të ketë ndryshuar raportin e forcave dhe të ketë ndikuar apo të jetë bërë bazë e ndryshimeve politike që pasqyrohen vetëm në ndryshimin e dinastisë sunduese dhe në shkëputjen e dy qyteteve të rëndësishme të Adriatikut lindor, Dyrahut e Apollonis, nga shteti Ilir. Historia e 60 vjeteve të fundit, 231-168 para erës son, të shtetit Ilir është kryesisht historia e luftrave me Romën. Ngjarjet që u zhvilluan në prag të këtyre luftrave janë vetëm një preludi tyre. Megjithatë, këto janë një dëshmi e rëndësishme për vendin që zinte ky shtet midis fuqive të tjera të Ballkanit dhe për rolin e tij historik në ngjarjet politike të kohës. Burimi më i rëndësishëm për këto luftre është vepra e historianit grek Polibi, por kjo vepër e shekullit 2 para erës son, që përfaqëson një histori të përgjithshme, përshkohet nga një tendenciozitet dhe subjektivizëm i theksuar, ku nuk fshihet simpatia ndaj Romës. Historia e Ilirëve, ashtu sikurse në përgjithësi, historia e kundërshtarëve politik të Romës, paraqitet e shtrembëruar. Qëllimi kryesor i Polibit është të justifikojë në këtë vepër pushtimet romake, të cilat i quan të drejta, të nevojshme dhe të dëshirueshme nga popullsitë vendase. Për Polibin, këto pushtime ishin të pashmangshme, sepse fati i kishte caktuar Romës misionin të sundoj botën. Një pjesë e burimeve që ka përdorur Polibi vjen nga historiani më i lashtë romak Fabi Piktor dhe, sipas një mendimi të përgjithshëm, ka karakter thjesht propagandistik. Burimet e tjera për këtë periudhë, duke qenë në ndikimin e një tradicioni të korruptuar rënd, paraqiten më të pasakta. Kjo vihet re në radhë të parë tek Livi, i cili i kushton më tepër vëmendje efektit retorik e moralizues sesa të vërtetës historike. Për hir të paraqitjes së bukur dhe tërheqëse të ngjarjeve, ai shpeshherë sakrifikon këtë të vërtetë. Tregimet e tij janë të veshura me petkun moralizues dhe në mjaft raste me hollësi fantastike. Shumë të pasigurta janë edhe njoftimet e shkrimtarëve të tjerë, Dion Kasi e Apjani, që përfaqësojnë ritransmetime të cunguara dhe më tepër të pasakta të tradicionit të vjetër. Iliria nën okupimin romak. Shteti romak, si gjatë luftrave, ashtu edhe pas mbarimit të tyre, u mor me organizimin administrativ të viseve të pushtuara, të cilin e kreu në disa etapa dhe me ndryshime sipas konjunkturave që krijoheshin her pas here dhe në pajtim me mundësitë që kishte vetë shteti romak. Qëllimi kryesor i organizimit administrativ të Ilirisë ka qenë përforcimi i pushtetit romak, me anë të cilit do të kalohej në një administrim e shfrytëzim më racional e sistematik të provincave ilire. Kjo ka ndodhur në periudhën e fundit të Republikës së Romës dhe në mënyrë të veçantë me krijimin e perandorisë. Këtij qëllimi i shërbyen masa të tilla si konfiskimi i tokave dhe ndryshimet në pronësinë toksore, shndërrimi i disa qyteteve në koloni romake dhe ngulimet e një popullsie italike e orientale, zhvillimi i teknikës dhe i prodhimit, shfrytëzimi i minierave dhe ndërtimi i rindërtimi i rrugëve dhe në përgjithësi situata e rëndë që i imponua ilirëve, veçanërisht duke filluar nga shekulli i parë i erës son.
Bashkë me këtë politik, Roma bëri përpjekje të mëdha për asimilimin, romanizimin e popullsisë ilire, por pa arritur rezultate të dukshme. Shqipëria nën perandorin bizantine shekulli 5-10. Kur perandoria romake u nda në atë të lindjes dhe atë të perëndimit në vitin 395, trojet e Shqipërisë të sotme u bën pjesë e perandorisë bizantine. Në kohën e perandorisë romake, disa ilirë u ngritën në poste të larta në perandorinë e re. 3 perandorë që mbrujtën historinë e Bizantit, duke mbretëruar nga vitet 491 deri në vitet 565, ishin me prejardhje ilire. Anastasi i parë, Justini i parë dhe perandori më i njohur i Bizantit, Justiniani i parë. Në 10 vjeçarët e parë në qeverisjen bizantine, Iliria vuajti bastisjet shkatëruese të Visegotëve, Hunëve dhe Ostrogotëve. Jo shumë kohë pasi këta pushtues barbar u derdhën nëpër Ballkan, u shfaqën slavët. Midis shekullit 6 dhe 7, ata u ngujuan në trevat ilire dhe vazhduan të asimilojnë fiset ilire, pak a shumë ku ndodhet tani Slovenia, Kroacia, Bosnia dhe Herzegovina dhe Serbia. Fiset ilire të jugut, megjithatë, përfshi dhe Shqipërinë e sotme, i u shmangën asimilimit dhe ruajtën gjuhën e tyre amtare. Me kalimin e disa qind vjeçarve, nën përplasjen me romakët, bizantinët dhe kulturën slave, fiset ilire të jugut pësuan një shtëndrim dhe pasoi një kalim nga popullata e vjetër ilire në shqiptare të re. Si rjedhoi, nga shekulli 7 deri në atë të 9, emri Iliri i hapi rrugë emrit në fillim të përmendur në 100 vjeçarin e dytë nga gjeografi Ptolemeu i Aleksandris, të fiseve Albanoj, të cilët banonin çfarë sot është qendra e Shqipërisë. Nga një fis i vetëm, emri u përhap duke përfshirë pjesën e mbetur të vendit si Arbëri dhe, përfundimisht, Shqipëri, Albania. Zanafillat e kombit shqiptar duket ndodhen në atë kohë kur populli shqiptar vërejti se ata ndanin një truall të përbashkët, emër, gjuhë dhe trashëgimi kulturore. Gjuhtarët kanë përcaktuar se emri Shqipëri rrjedh nga ndajfolja Shqip, në kuptimin qartë, në kuptimin flas qartë. Tek buzuku vjen me e thashun Shqip. Ky emër ka zëvendësuar emrin e vjetër Arbëri gjatë shekujve 16 dhe 17. Hipoteza e prejardhjes nga emri Shqipe ose Shqiponj, pra Shqipëri, toka e Shqiponjës, është një hipotezë romantike që nuk përputet me realitetin shkencor. Shqipëria midis Bizantit dhe Perëndimit, shekulli 11-14. Sulmet e ushtrive osmane për pushtimin e viseve shqiptare nisën në mesin e viteve 80 të shekullit 14. Të udhëhequra nga Bejlerbeu i Rumelis, Timur Tash Pasha, në vitin 1385, ushtrit osmane, pasi morën Sofjen, u futën në Shqipëri dhe pushtuan qytetet e Shkupit, të Përlepit, të Manastirit dhe të Kosturit. Në dokumente perëndimore dhe osmane të shekullit 14-15 për qytetet e Shkupit, të Manastirit, të Kosturit, të Janinës e të tjerë, si dhe për Fush Dardanin, shprehimisht të shënuar se ato ishin në Shqipëri apo në tokat shqiptare. Në muajin gusht të vitit 1385, Balsha i dytë i shkruan te Republikës së Venedikut se zotërimet e tij ishin nën sulmet e përditshme të ushtrive osmane dhe se ato kishin shkaktuar një përshtjellim të madh te nënshtetasit e tij. Kur Balsha i dytë ishte i zënë në konflikt me mbretin e Bosnjës, Tvrtkon, 1376-1391, për çështjen e zotërimit të Kotorit, një ushtri e fuqishme osmane e komanduar nga Timur Tash Pasha, në shtator të vitit 1385, u fut me shpejtësi në thellësi të tokave shqiptare. Balsha i dytë, së bashku me një grup fisnikësh të udhëhequr prej tij, mobilizuan me shpejtësi një pjesë të ushtrisë dhe u dolën përpara osmanëve në fushën e Savrës, pranë Lushnjës. Në betejën e Savrës, që u zhvillua më 18 shtator 1385, forcat ushkarake shqiptare u thyen dhe vet Balsha i dytë gjeti vdekjen. Fitoria e betejës i dha mundësi ushtrisë osmane që të pushtonte Beratin, Krujën e të tjerë
tjerë, të cilat i mbajti përkohësisht derisa u alëshoi zotëruesve të mëparshëm. Inkursionet e tyre ushtrinë edhe në Shqipërinë e epërme deri në Lezhë, si dhe në Shqipërinë e poshtme. Në vitin 1386, Osmanlinë pushtuan Nishin dhe pas një viti Selanikun, që e mbajtën përkohësisht në duart e tyre deri më 1403. Për disa familje fisnike të njohura, si Balshajt, Muzakajt e të tjerë, betejë e Savrës shënoi rënjen e tyre në vasalitetin osman, i cili në fillim që i dobët dhe herë formal. Pa kaluar shumë kohë nga disfata që pësua në fushën e Savrës, Balshajt rifilluan të ndiqnin një politik të pavarur. Në vitin 1388, Gjergji Balshaj II, krahas forcave ushtarake të sundimtarëve të Rashës e të Bosnjës, mori pjesë në betejën që u zhvillua në Beliq, Bosnjë, dhe forcat e tij luajtën një rol të rëndësishëm në thyrjen e ushtrive osmane të komanduara nga Lalla Shahini. Kjo fitore nxiti Karl Topin dhe Muzakajt që të shkëpusnin lidhjet e tyre të vasalitetit ndaj osmanëve. Ballkani në shekullin 14 ishte një territori coptuar, i ndarë në shumë principata dhe shtete të pavarura, siç ishin principata greke, bullgare, serbe dhe shqiptare. Ndërmjet tyre kishte mosmarrveshje, e zhvilloheshin luftra për çështje fetare, si dhe për probleme kufish. Këto dy çështje kishin krijuar një anarki në Ballkan, e cila lehtësonte përparimet e ushtrisë osmane. Krijimi i koalicionit ballkanik. Intensifikimi i sulmeve të ushtrive osmane dhe zgjerimi i vrullshëm i pushtimeve të tyre në Ballkan bën që sundimtarët Ballkanës të linin mënjan grindjet e konfliktet ndërmjet tyre dhe të mendonin e të projektonin aksione të përbashkëta ushtarake për të mbrojtur zotërimet e veta. Në vitin 1387 u krijua një koalicion i gjerë ballkanik, ndërkohë që më 1388 sultani përqendroi forca të shumta në Plovdiv për të vijuar pushtimet në Ballkanin qendror. Knjazi serb i Rashës, Lazari Hrebellanoviçi, mori iniciativën dhe ftoi sundimtarët e tjerë Ballkanas që të bashkonin forcat e tyre për të ndalur marshimin osman. Thirrjes së tij ju përgjigjën disa prej sundimtarët shqiptar, si Gjergji Balshaj II, sundimtar i Shkodrës, Teodor Muzakaj II, zoti Beratit dhe i Myzeqes, Dimitër Jonima, zoti Trevave përgjatë rrugës tregtare Lezhë-Prizren, Andrea Gropa, zoti Ohrit dhe i rajoneve rreth tij, sundimtar të Shqipërisë së poshtme e të tjerë. Me ta u bashkuan edhe sundimtar të tjerë Ballkanas, si vojvoda rumun Mircea, bani kroat Ivan Horvat, mbreti të vërtkoi i parë i Bosnjës, sundimtari i Kosovës Vuk Mladenoviçi, që zakonisht njihet me mbiemrin Brankoviçi, Vuk Brankoviçi, e të tjerë. Zotërimet familjare i kishte në pjesën veriore të Drenicës dhe të fushë Dardanis. Pas vdekjes së Vukës në tetor 1398, jeta politike në zotërimet e tij u decentralizoa. Trupat shqiptare kishin një pjesë të rëndësishme në forcat e koalicionit ballkanik. Kronikat osmane që përshkruajnë këtë ngjarje theksojnë numrin e madh të ushtrisë së Gjergjit Balshaj II dhe e cilësojnë atë si njërin prej 3 sundimtarët kryesor të koalicionit anti-osman, krahas knjazit Lazar dhe vojvodës Vlatko Vukovićit, komandanti i ushtrisë së mbretit të vërtkoi i parë të Bosnjës. Në qersor të vitit 1389, ushtritë e koalicionit ballkanik u bashkuan në fushë Dardani, fushë Kosovë. Në çastin e fillimit të betejës, V. Brankoviçi i largoi trupat e veta nga koalicioni. Më 15 qersor, ballkanasit zhvilluan një betejë të përgjakshme me forcat osmane të komanduara nga Sultan Murati i parë. Pas disa sukseseve të para të ushtrive të koalicionit, fitoria në këtë betejë anoi përfundimisht nga osmanët, por me humbje njerëzore të mëdha nga të dyja palët. Gjatë zhvillimit të betejës, luftëtari Miloš Kopili vrau Sultan Muratin i parë. Për hakmarrje, osmanët vranë robërit e luftrës, duke përfshirë knjaz Lazarin e Miloš Kopilin. Në këtë betejë mbeti vrar Teodori Muzaka i parë, si dhe shumë bashkëluftëtar të tij dhe shqiptar të tjerë. Beteja e fushë Dardanis dhe akti heroik i Miloš Kopilit lanë bresa të fuqishme të shqiptarëve të Kosovës, të cilat i përjetuan ato në këngë popullore. Dështimi i koalicionit. Disfata e koalicionit ballkanik në betejën e fushë Dardanis të vitit 1389 pati rrjedhime të rënda për popujt e Gadishullit të Kollkanit.
Ajo i dha fund krijimit të koalicioneve ballkanike të gjera kundër pushtuesve osman dhe sultanit pasardhës Bajazitit i parë 1389-1402, të njohur me cilësimin Rufeja Yıldırım, i lehtësoi rrugën për pushtime të reja në Ballkan. Pushtuesit osman e kthyen në vasal të tyre sundimtarin e Kosovës, Vuk Brankovićin, të cilin në fillim të vitit 1392 e detyruan të dorëzonte Shkupin, e më pas Zveçanin, Kështjell pranë Mitrovicës e të tjerë. Me marrjen e Shkupit, osmanët përforcuan pushtetin e tyre në pjesën lindore të Shqipërisë qendrore, Maqedonia e sotme, veçanërisht në rajonet fushore të lumit Vardar, që ishin nga më të begatat e Ballkanit. Pozicioni gjeografik shumë i favorshëm i Shkupit, ku kryqëzoheshin rrugët më të shkurtra që lidhnin kryeqytetin e perandorisë osmane me të gjitha tokat shqiptare dhe me rajonet e tjera të Ballkanit, nxitën sultanët osman që ta bënin atë bazë ushtarake shumë të fuqishme, duke shpallur Pasha Sanxhak, domethënë vend rezidencë e Beylerbeut të Rumelis. Ndryshimet në fe. Ndërkaq, osmanët ishin përpjekur për zgjerimin e pushtimeve të tyre në Shqipërinë qendrore. Qysh në vitin 1385, ata u kishin marrë Muzakajve, qytetin e rëndësishëm të Kosturit, kurse rreth vitit 1394 u morën Gropajve Ohrin, të cilin nuk e mbajtën dot për një kohë të gjatë. Ky qytet buzliqenit kishte fortesë të fuqishme dhe një pozicion shumë të favorshëm për kontrollin e peshkimit në liqen e në dajlanet e shumta të lumit Drin në Strug, ku tregtohej me shumicë peshku i thatë që përgatitej aty. Për zotërimin e rajonit të liqenit dhe dobësimin e pranisë së fisnikëve shqiptar aty, osmanët vendosën administratën e tyre në Ohër dhe rënuan 3 kështjellat e tjera, të Strugës, të Pogradecit e të Starovës, që ishin në rojet e liqenit dhe të rrugëve që gjendeshin pranë tij. Në kushtet e mungesës së një kishe kombëtare shqiptare, që do të ndikonte shumë në ruajtjen e unitetit fetar të shqiptarët, një pjesë e konsiderueshme e fisnikërisë dhe shtresave të tjera që jetonin në Shkup, Manastir dhe në qytetet e viseve lindore, filluan të përqafonin masivisht islamizmin, që në fund të viteve 60 të shekullit 15, mbi 60% e banorëve të Shkupit e të Manastirit ishin musliman. Kurse te slavët, që kishin kishën e tyre kombëtare, nuk u përhap procesi islamizimit. Në regjistrat kadastral osman të shekullit të 15, thuajse asnjë spahi nuk ka të shënuar cilësimin se është serb apo slav, ndryshe nga shumë të tjerë që mbajnë mbiemrin shqiptari, Arnauti. Konvertimi në islamizëm i shqiptarëve i shkëputi shumë prej tyre nga ndikimi i kishave ortodokse slave e greke që liturgjinë mbanin në gjuhën slave dhe greke, duke ndërprer kështu vrullin e procesit shekullor të slavizimit e të greqizimit të shqiptarëve. Gjithashtu, islamizimi u dha mundësi shqiptarëve që të integroheshin në jetën e perandorisë osmane dhe të ruanin deri në një farmase pozitat e tyre ekonomike e politike. Rikonsolidimi i perandorisë osmane. Pasi e konsoliduan pushtetin osman në viset lindore të Shqipërisë qendrore, trupat osmane nisën sulmet në drejtim të rajoneve perëndimore e bregdetare, si dhe të Shqipërisë e hepërme dhe asaj të poshtme, sulme që i vazhduan pa ndërprer nga viti 1385 deri në vitin 1402 për t'i rifilluar pas 10 vjeçari. Pasi morën Zveçanin më 1393, osmanët arritën të pushtonin po përkohësisht Shkodrën, Ulqinin, Dejen e Krujën, të cilat i mbajtën deri më 1395. Po në fund të shekullit 14, ata morën përkohësisht Janinën dhe pushtuan krahinat e Korçës e të Përmetit. Zgjerimi i pushtimeve osmane në Shqipëri u ndërpreu përkohësisht pas betejës së Ankaras, të zhvilluar më 20 qershor 1402, ku trupat osmane pësuan një disfat të rënd dhe Sultan Bajaziti i parë 1389-1402 ra rob në duart e ushtrive fitimtare mongole të udhëhequra nga Timur Lengu.
Pas kësaj betejë, për 10 vjeçar, jeta politike e perandorisë osmane u përfshin nga konfliktet e ashpra ndërmjet 3 djemve të Bajazitit të parë për trashëgimin e Fronit, konflikte që përfunduan me ardhjen në pushtet të Mehmetit të parë. 1421. Sultani i ri riaktivizoi politikën pushtuese edhe në drejtim të Ballkanit dhe të Shqipërisë. Para se Sultan Mehmeti i parë të vinte në pushtet, në vitin 1412, ushtrit osmane sulmuan Novobërdhën dhe mbajtën të rrethuar për një kohë të gjatë, por nuk e morën dot sepse mbrojtësit e saj luftuan me guxim. Ushtrit e Sultan Mehmetit i parë, me vdekjen e Niket Topias, në fillim të vitit 1415, pushtuan Krujën. Gjatë vitit 1417 i morën Beratin Teodor Muzakës dhe Kaninën bashkë me Vlorën Rugina Balshas. Kurse në vjesht të vitit 1418 pushtuan Gjirokastrën, kryeqendrën e zotërimeve të Zenebisheve. Fitoria e trupave osmane në betejën e Fush Dardanis të vitit 1389 dhe konsolidimi i pushtetit të tyre në fund të shekullit 14 në qytetin e Shkupit, në rajonët e Lumit Vardar, si dhe pushtimi i Krujës, i Beratit, i Gjirokastrës e të tjerë, lehtësuan pushtimet e mëtejshme osmane në Ballkan e në Shqipëri dhe shtuan panikun në radhët e sundimtarëve ballkanas, shumë prej të cilëve u bën vasal të sultanëve. Në Shkup u vendos Selia Belerbeu të Rumelis, që ishte komandanti i përgjithshëm i ushtrive osmane për pjesën evropiane të saj. Me një personalitet të tillë ushtarak e politik shumë të fuqishëm të perandorisë osmane, duhej të përballeshin vazhdimisht fisnikut shqiptar. Krahas tij, ata duhej të përballeshin edhe me pinjollët e shumt të familjes së fuqishme të evrenozëve. Qysh kur nisën pushtimet e para osmane në Shqipërinë lindore në fund të shekullit 14 e deri në fund të shekullit 15, kur anë në duart e tyre edhe kështjellat e fundit në tokat shqiptare, ato të viseve perëndimore, në të gjitha betejat dhe aksionet e rëndësishme ushtarake të ushtrive pushtuese, ushquan si komandant ushtarak osman një varg pinjollësh të familjes Evrenozi që jetonin në Shkup. I pari i tyre ishte Evrenoz Beu, Pasha Xhigit Beu, i cili kishte pushtuar Thesalin. Emrin e tij e përdorën gjatë shekujve si mbiemër djemt, nipët e pasardhësit e tjerë të tyre. Shqipëria në kohën e Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, 1423–1468. Nga mesi i shekullit të 19, perandoria osmane ishte në grahmat e çështjes lindore. Në kohën që ballkanasit, duke përfshirë edhe shqiptarët, kërkonin të plotësonin ëndrrën e tyre kombëtare, bashkimin e 4 vilajeteve shqiptare. Për të mbrojtur dhe përkrahur interesat e tyre kombëtare, shqiptarët u mblojnë në Prizren, një qytet i Kosovës, në vitin 1878 dhe krijuan Lidhjen Shqiptare të Prizrenit. Lidhja kishte 2 qëllime kryesore, atë politik dhe atë kulturor. Së pari, u përpoq pa sukses të bashkonte të gjitha trojet shqiptare, atë kohë të ndara ndër 4 vilajete, vilajetin e Kosovës, Shkodrës, Manastirit dhe Janinës, në një shtet vetë qeverisës nën kuadrin e perandorisë osmane. Së dyti, nisi një lëvizje për zhvillimin e gjuhës, letërsisë, arsimimit dhe kulturës shqiptare. Në vijim me programin e dytë, në vitin 1908, udhëheqësit shqiptar u takua në qytetin e Manastirit, tani Maqedoni, dhe përshtatën 2 alfabete kombëtar. Të 2 alfabetet bazoheshin në shkrimin latin, të cilët zëvendësuan alfabetet e tjera në përdorim në atë kohë, dhe që përfshinin alfabetin arab, elifba për muslimanët, atë grek për ortodoksët dhe atë latin për katolikët që ishin deri në atë kohë në përdorim. Alfabeti që përdoret sot rëndom ndër shqiptar është njëri prej alfabeteve zyrtar të hartuar nga ky kongres. Lidhja shqiptare e Prizrenit në ndrysninë e fuqive evropiane u shtyp mba perandoria osmane në vitin 1881.
Qëllimi i fuqive evropiane ishte të pengonte krijimin e një shteti me shumicë absolute muslimane në zemër të Evropës. Fuqitë evropiane e justifikuan këtë presion me gjoja alarmimin e portës së lartë nga synimi i fuqishëm kombëtar brenda lidhjes shqiptare. Megjithatë, lidhja mbeti simbol i zgjimit dhe aspiratave kombëtare të shqiptarëve të kudo ndodhur, dhe idetë e qëllimet e saj ushqyen përpjekjet për pavarësi kombëtare të 4 vilajeteve shqiptare. Kur turqit e rinj, Gjon Turqit, që kishin marrë pushtetin në Stamboll në vitin 1908, shpërfillën zotimet e tyre ndaj shqiptarëve për reforma administrative dhe njohjen e vetëvendosjes autonomisë së vilajeteve shqiptare, shqiptarët u hodhën në kryengritjet armatosur 1910-1912. Të alarmuar nga ardhmëria autonomisë shqiptare, fqinjët ballkanas të Shqipërisë, që kishin bërë tashmë plane për coptimin e vendit, i shpallën luftë perondorisë osmane në tetor 1912 dhe ushtrit greke, serbe dhe malazeze përparuan në trevat shqiptare. Për të shmangur asgjësimin e vendit, të dërguarit e kombit u takuan në një kuvent në Vlorë. Ata u udhëhiqeshin nga Ismail Bej Vlora, një shqiptar që kishte pasur pozita të larta në administratën osmane. Më 28 nëntor 1912, kuvendi shpalli pavarësinë e shtetit shqiptar. Pavarësia e shtetit shqiptar. Krijimi i shtetit të ri. Pak kohë pas mundjes së osmaneve nga lidhja ballkanike, në dhjetor të vitit 1912 u thirr në Londër një konferencë ambasadorësh të fuqive të mëdha, Britanisë, Gjermanisë, Rusisë, Austro-Hungarisë, Francës dhe Italisë, për të vendosur mbi çështjet e ngritura nga lufta në Ballkan. Me mbështetjen e dhënë shqiptarëve nga Austro-Hungaria dhe Italia, konferenca ra dakord të krijohej një shtet i pavarur shqiptar. Por, në vendosjen e kufinjve të shtetit të ri, duke pasur trysni të forta nga fqinjet e Shqipërisë, fuqitë e mëdha nuk e njohën gjerësisht realitetin demografik dhe u dorëzuan serbëve vilajetin e gjerë të Kosovës dhe në lindje pjesën më të madhe të vilajetit të Manastirit, përfshirë Shkupin, Ohrin, Manastirin, ndërsa në jug, Greqis i u dha pjesa më e madhe e vilajetit të Janinës, përfshirë vetë qytetin e Janinës dhe gjithë Çamërinë, njohur ndryshe si Epiri i Jugut, me qendër në lumin Thiamis. Këto cungime të trevave shqiptare ju shtuan atyre të aneksuara nga Mali i Zi, të zonave të Ulqinit, Podgoricës, Kotorit, Plavës dhe Gucis. Shumë kush dyshoi nëse shteti i ri do të ishte funksional me pothuajse 2/3 e tokave dhe popullsisë shqiptare të lëna jashtë kufinjve të saj, duke qenë se këto treva ishin nga më prodhimtarët në bujqësi dhe blegtori. Nga ana tjetër, një bashkësi e vogël rreth 30.000 banor të deklaruar me kombësi greke u përfshi brenda kufive të Shqipërisë. Megjithatë, Greqia numëronte të gjithë shqiptarët e besimit ortodoks, rreth 20% të popullsisë, si grek, duke pretenduar se numri i popullsisë me kombësi greke ishte më i madh se ç'mendohej. Që atëherë, pakicat greke, çame dhe kosovare mbeten temat më shqetësuese në marrëdhëniet shqiptaro-greke dhe shqiptaro-jugoslave. Fuqitë e mëdha i imponuan shtetit të ri shqiptar një princ gjerman, Wilhelm von Wilhelm Wied, si kusht për ekzistencën e tij. Wilhelm Wiedi mbërriti në Shqipëri në mars 1914. Mosnjohja e tij me Shqipërinë dhe problemet e saj, si dhe mungesa e popularitetit të tij ndër shqiptar, përzier me ndërlikimet e ngritura nga shpërtimi i luftës së parë botërore, e detyruan atë të braktiste Shqipërinë vetëm 6 muaj më pas. Lufta që vijoi e zhdyti vendin në një krizë të re, ndërkaq që ushtritë e Austro-Hungarisë, Francës, Italisë, Greqisë, Malit të Zi dhe Serbisë e zaptuan dhe pushtuan gati gjithë territorin e shtetit shqiptar. Shteti shqiptar, i mbetur pa udhëheqje qendrore politike dhe ekonomike, për shkak të pushtimit të ri, e pllakosi vendin në kaos. Në konferencën e paqes së Parisit, 18 janar 1919, 21 janar 1920, zhvilluar pas luftës së parë botërore, shuarja e Shqipërisë u shmang kryesisht nga përpjekjet e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Woodrow Wilson, i cili kundërshtoi planin e Britanisë, Francës dhe Italisë për ndarjen e Shqipërisë midis fqinjeve të saj, dhe sidomos nga delegacioni shqiptar që insistoi me forcë në ruajtjen e shtetit shqiptar.
Një kongres kombëtar u mbajt në Lushnjë më 28 janar 1920 për të shpallur hapur konsolidimin e themeleve të shtetit shqiptar dhe për të hedhur bazat e qeverisë së re, akt ky nëpërmjet të cilit burrat e shtetit shqiptar e provuan veten të aftë për të qeverisur vendin në kundërshtrim me pretendimet e fuqive të mëdha. Kongresi vendosi unanimisht rrëzimin e qeverisë së Durrësit, zgjodhi Këshillin e Lartë prej 4 antarësh, Luiq Bumçin, Aqif Pasha Elbasanin, Abdi Toptanin dhe Mihail Turtullin, emëroi qeverinë me kryeministër Sulejman Delvinën dhe zgjodhi Senatin. Si rezultati përpjekjeve të shquara të patriotëve të kombit, në dhjetor 1920, Shqipëria këtë herë, me mbështetjen e britanisht, u pranua në lidhjen e kombeve, duke fituar kështu për herë të parë njohje ndërkombëtare si shtet vetëvendosës. Konsolidimi i shtetit shqiptar. Në fillim të viteve 1920, shoqëria shqiptare ishte e ndarë midis dy grupimeve politike opozitare. I pari përbëhej prej shtresës së bejlerëve dhe pashallarëve të mëdhenj, pronar të mëdhenj tokash, intelektual të shkolluar jashtë vendit, iniciator të lëvizjes për bashkimin e vilajeteve shqiptare dhe aktor kryesor politik dhe ekonomik në shpalljen e pavarësisë. Ndërta numëroheshin Vlorajt, Vrionasit, Biçakçint, Toptanasit, Vërlacët, Këlcyrajt e të tjerë. Ky grupim politik dhe ekonomik përfaqësonte forcat tradicionaliste shqiptare dhe synonte modernizimin e Shqipërisë sipas standardeve perëndimore, ndërkaq që orientimi i tyre politik që thellësisht i djathtë. Në mes të tyre shquhej për ambicien e tij dhe Ahmet Zogu, një pronar i vogël fisnor nga rrethi i Matit, i shkolluar në Stamboll dhe Austri. Grupi i dytë përbëhej nga tregtar progresist dhe politikan me prirje demokratike të kohës, të cilët synonin gjithashtu modernizimin e Shqipërisë sipas standardeve perëndimore, ndërkaq që orientimi i tyre politik që i majt. Ky grupim udhëhiqej prej Fan Stilian Nolit, një peshkop ortodoks i edukuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto forca politike, të kundërta në program dhe përbërje, përfaqësonin natyrën kontradiktore të politikës shqiptare në fund të luftës së parë botërore. Në periudhën midis vitit 1920 dhe 1924, forcat liberale të majta u fuqizuan së tepërmi dhe në vitin 1924, një kryengritje popullore e detyroi Ahmet Zogun të largohej nga Shqipëria për në Jugosllavi. Në pozitën e kryeministrit të qeverisë së re shqiptare, Noli ju përvesh një programi social që synonte një reformë të plot agrare dhe modernizimin e infrastrukturës administrative të vendit sipas shembullit të demokracive perëndimore. Ky program hasi kundërshtimin e klasës së bejlerëve dhe pashallarëve të mëdhenj, të cilët nuk donin të humbisnin pozitën e tyre të lartë në drejtimin e shtetit. Gjithashtu, qeveria e Nolit nuk arriti dot të sensibilizonte opinionin ndërkombëtar në ndihmë të saj. Qeveria e vetme që e njohu Shqipërinë në arenën ndërkombëtare ishte vetëm regjimi i ri sovjetik i Leninit. Si pasojë, qeveria e Nolit u konsideruar tepër e majtë dhe përfundimisht një eksperiment në politikën shqiptare. Në krye të 6 muajve, qeveria e Nolit ra dhe Zogu u rivendos si kryeministër i Shqipërisë me ndihmën zemërgjer të mbështrisë jugoslave. Zogu rifilloi sundimin e tij 14 vjeçar në Shqipëri, në fillim si president i Shqipërisë 1925-1928 dhe më vonë si Zogu i parë, mbret i shqiptarëve. Revolucioni demokratik i Nolit tronditi gjithë klasën politike shqiptare, përfshirë dhe Zogun. Tashmë ish bërë qartë se nëse Shqipëria duhej të bënte përpara, atëherë duheshin ndërmarrë reforma domethënëse. Si rezultat, Zogu qej suksesshëm në rendosjen e rregullit dhe rendit publik, hapjen e shkollave fillore dhe të mesme. Këto reforma u interpretuan nga qarqe të ndryshme si skllavërim kombëtar, pasi sigurini i të ardhurave financiare për to dhe modeli i tyre ish kryesisht Italia. Financimet dhe traktatet e shumta që Zogu ndërmori me qeverinë fashiste të Mussolinit shpesh u interpretuan si orvatje për ta shndërruar Shqipërinë në një koloni italiane.
Ndërkaq, interpretimet tjera të historiografisë hedhin dritë mbi faktin se shumë nga reformat e modernizimit të ndërmarra prej Zogut qenë lëvizje të detyruara të tij për t'i shpëtuar kolonizimit real të Shqipërisë nga Italia. Plan ky i shpagur haptas prej saj që para rënjes së perandorisë osmane. Një ndër faktet që ndihmon këtë interpretim është largimi i Zogut nga vendi më 1939, vit në të cilin Italia fashiste pushton Shqipërinë. Zogu fillimisht u largua për në Greqi, më pas në Egjipt e më pas për në Francë, ku dhe ndëroi jetë. Ligjërisht, Shqipëria e Zogut ishte një monarki kushtetuese dhe parlamenti i Shqipërisë i përfaqësonte të dyja forcat kryesore politike, tradicionalistët e djathtë dhe progresistët e majt. Ndërkaq, baza mbështetëse e autoritetit të Zogut ishin bejlerët dhe pashallarët e zonave qendrore dhe jugore dhe bajraktarët e veriut. I mbështetur në këtë rrjet, i siguruar nga ndihmat financiare të Italisë dhe në një xhandarmeri të stërvitur dhe udhëhequr nga oficerë të huaj, Zogu solli stabilitet në Shqipëri. Ai vendosi autoritetin shtetëror në zonat e thella malore, uli kriminalitetin, hodhi themelet e sistemit të ri arsimor dhe ndërmori hapa shumë të guximshëm në modernizimin e jetës shoqërore të vendit. Zogu dushtoi në zgjidhjen e problemit të reformës agrare. Ai importonte drithra në shuma të konsiderueshme, por sidoqoftë, mungesa e të ardhurave dhe aktivitetit të shtresës së fshatarësisë detyroi një pjesë të saj të emigronte jashtë shtetit. Për më tepër, Zogu u kufizoi shtetasve të tij të drejtat qytetare, fetare dhe civile, të cilat krijuan kushte të favorshme për kryengritje të shpeshta ndaj regjimit të tij. Në betejën kundër korrupsionit shtetëror nuk u tregua i vendosur, ndërkaq që ishte i ashpër me një pjesë të opozitës politike. Zogu neglizhoi në masë të konsiderueshme krijimin e grupeve dhe celulave të para komuniste në Shqipëri, edhe pse elementi komunist nuk qe burimor për vendin. Ndërkaq, elementi komunist u përdor si armë për të luftuar dhe përçar stabilitetin e vendit. Lufta e dytë botërore. Në tetor të vitit 1920, forcat italiane e përdorën Shqipërinë si një bazë ushtarake për të pushtuar Greqinë, por ata u zmbrapsën shpejt në Shqipëri. Pasi Gjermania naziste mundi Greqinë dhe Jugosllavinë në vitin 1941, krahinat e Kosovës dhe Çamërisë ju bashkangjitën Shqipërisë, duke krijuar kështu një shtet shqiptar të bashkuar kombësisht. Shteti i ri zgjati deri në nëntor 1944, kur gjermanët që kishin zëvendësuar forcat pushtuese italiane, duke ndjekur dorëzimin e Italisë, u tërhoqën nga Shqipëria në vitin 1943. Kosova ju ritrupëzua pjesës serbe të Jugosllavisë dhe Çamëria Greqisë. Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë. Shteti i diktaturës së proletariatit. Sunduesit e rinj të Shqipërisë trashëguan një vend jashtëzakonisht të varfër, të persekutuar nga analfabetizmi, gjakmarrja fisnore, shumëllojshmëria e sëmundjeve epidemike dhe mungesa e jashtëzakonshme e të drejtave më themelore civile dhe qytetare. Për eliminimin e tyre, komunistët ndërmorën një program radikal modernizimi që synonte pavarësi sociale dhe ekonomike të Shqipërisë si një suplementim të reformave të filluara që nga shpallja e pavarësisë në Vlorë më 1912. Akti i parë i qeverisë së re ishte ajo i një reforme agrare pa kompromis. Tokat e bejlerëve dhe agallarëve u ndan në ngastra më të vogla dhe i u dhan atyre fshatarëve që ose nuk kishin tokë, ose që deri në atë kohë kishin shërbyer si sejmen dhe bujk robër. Kjo mas theu gjithashtu dhe bazan fuqimore të klasës së bejlerëve. Për më tepër, qeveria shtetëzoi industrinë, bankat dhe gjithë kapitalin tregtar dhe të huaj në vend. Pak kohë mbas reformës agrare, filloi kolektivizimi i tokës, proces i cili mbaroi në 1967. Si rezultat, fshatarësia humbi tokën që ju dha në fund të luftës së dytë botërore. Socializmi në udhëheqjen e Enver Hoxhës u përhap në zonat e thella malore dhe përpasoi shkatërroi institucionin e vjetër tradicional të kanunit, lidhjet e ngurta fisnore dhe strukturën patriarkale të familjes. Shqipëria aderoi në kampin komunist me Jugosllavinë,
1944, 1948, BRSS, 1948, 1961 dhe kinën 1961, 1978. Politikisht, Hoxha u zhgënjye me aleatët e tij komunist dhe u nda me secilin prej tyre, duke i akuzuar për tradhti ideologjike ndaj kauzës së proletariatit dhe paqësim me perëndimin kapitalist. E izoluar nga perëndimi dhe lindja së bashku, Shqipëria adoptoi kursin e ndërtimit të socializmit me forcat e veta, duke u pozicionuar si vendi i vetëm stalinist në gjithë bllokun komunist. Sidoqoftë, shtypja politike i errësoi këto arritje kombëtare. Qeverisja e Hoxhës u karakterizua nga persekutimi policor i Drejtorisë së Sigurimit të Shtetit, i njohur thjesht si sigurimi. Për eliminimin e pakënaqësisë, qeveria përdori shpesh persekutimin e udhëheqjes në radhët e partisë dhe në mënyrën më pak të ndjeshme atë të popullsisë në përgjithësi. Ata që kritikonin partinë dhe drejtuesit e shtetit në veprat e tyre, qoftë kulturore, editoriale ose thjesht propagandistike, përjashtoheshin nga puna, burgoseshin në kampe të punës së detyrueshme ose thjesht ekzekutoheshin. Udhëtimi jashtë shtetit ishte i ndaluar për të gjithë, përveç atyre që shkonin me punë ose sponsorizim shtetëror. Në 1967, praktikimi fetar u ndalua, pasi udhëheqja shikonte fen si një institucion feudal mesjetar që pengonte bashkimin dhe përparimin kombëtar. Vendet e kultit u mbyllën dhe në shumë raste ose u shkatëruan ose u kthyen në shtëpi për veprimtari rinore. Shpëtuan vetëm ato që përbërin pasuri kulturore, si xhamia e Thembeut në qendër të Tiranës. Rënja e komunizmit. Mbas vdekjes së Enver Hoxhës më 1985, zëvendësuesi i tij, Ramiz Alia, u përpoq ta ruante strukturën e sistemit ekzistues, por në të njëjtën kohë tentoi të implementonte reforma në mënyrë që të revitalizonte ekonominë që në atë kohë po bënte në vend numero. Si rezultat, ai lejoi investime nga firma të huaja në Shqipëri dhe shtoi marrëdhëniet diplomatike me vendet perëndimore. Sidoqoftë, me rënien e komunizmit në Evropën lindore në vitin 1989, shumë segmente të shoqërisë shqiptare filluan një aktivizim politik më të vendosur dhe filluan agjitimin kundër qeverisë. Grupet më aktive ishin ato më të zhgënjyerat, intelektualët dhe rinia studentore. Në përgjigje të kërkesave të tyre, Ramiz Alia u dha shqiptarëve, minoritetit, të drejtën për udhëtim jashtë shtetit, zbuti fuqitë ekzekutive të sigurimit dhe adoptoi disa masa të ekonomisë lirë. Në dhjetor të vitit 1990, Ramiz Alia legalizoi krijimin e partive politike. Kjo sinjalizoi fundin e monopolit komunist mbi ekzekutivin. Mas mbas mase, kontrolli absolut i shtetit mbi shoqërinë shqiptare u dobësua, pas siguria politike, ekonomike dhe shoqërore solli rënien e shumë qeverive midis 1990 dhe 1992. Në mars të vitit 1992, fitoria vendimtare e Partisë Demokratike solli në fuqi Sali Berishën, presidentin e parë të zgjedhur në një skenë demokratike dhe elektorale qysh prej fillimit të viteve 20. Përparimi shqiptar drejt reformës demokratike mundësoi pjesëmarrjen shqiptare në konferencën për sigurimin dhe bashkëpunimin e Evropë, e cila solli fundin e izolimit makabër shqiptar. Përpjekjet për krijimin e një ekonomie të lirë sollën kriza të vazhdueshme, por gjithashtu mundësuan sjelljen e ndihmave humanitare në Shqipëri nga komuniteti ndërkombëtar. Në këtë mënyrë, Shqipëria filloi integrimin e politikës dhe institucioneve të saj me perëndimin, pjesë të cilit shqiptarët e kanë konsideruar për herë veten. Dështimi i shumë firmave piramidale investimi shkaktuan rënien e ekonomisë dhe më vonë të qeverisë në fillim të vitit 1997. Rreth 1/3 e popullsisë e gjetën veten të varfër sa hape mbyll syt. Dhuna u shtua dhe turmat popullore rrëmbyen armë, banda kriminale kontrollonin zonat të tëra të vendit. Në përgjigje të kësaj, OKB dërgoi trupa paqëruajtëse në mars të atij viti.
Partia Socialiste fitoi zgjedhjet parlamentare në qershor të vitit 1997 dhe sekretari i partisë, Recep Mejdani, u zgjodh president i ri i Shqipërisë. Në vitin 1999, vendi mirëpriti rreth 450.000 shqiptar të Kosovës që i largoheshin dhunës serbe në Kosovë.